Sheshi Minatori në Memaliaj është kthyer në një mozaikë ngjyrash, aromash dhe traditash. Panairi Artizanatit dhe Kulinaris, pjesë e aktiviteteve Vjosan Fest, ka mbledhur artizan nga zona të ndryshme të jugut, që prezantojnë me pasion punimet e tyre të veçanta, qëndisje, punime dore, objekte dekorative si dhe produkte kulinarie. Unë jam nga Përmeti dhe sot kam marrë pjesë me produktet e bletës të gjitha, me mjaltin, me polenin, me propolisin, me kremrat bio, me qumshin e bletës, me çdo gjë të bletës. Kam vitet e fundit marrë pjesë sepse këto panaire na afrojnë akoma më shumë. Këto preferojnë sepse sa më i sinqert dhe më i sigurt të jesh për njerëzit, aq më afër, domethënë afrohen. Ne kemi marrë sot pjesë në panair me produktet e vajt. Fabrika quhet Fabrika Ullishtarit, ndodhet në qytetin Krahës. Ne promovojmë vajin ekstra të virgjër, vaj shumë cilësor si dhe nën produktet e tij. Këto janë punime me dorë, me çanta, edhe gjëra artizanale. Po, kam kohë. Kur jam në kohë të lirë, sidomos pas lindjes, jam marrë gjithmonë me këto. Ka shumë njerëz që i preferojnë shumë, sidomos nëse janë handmade, kanë akoma më shumë dëshirë që ne t'i riprodhojmë. Këto panaire për ne janë shumë me vlerë sepse ne na ndihmojnë që të promovojmë akoma më shumë produktet që ne prodhojmë me handmade. Organizatorja e këtij eventi na njeh më nga afër me agjendën e pasur që do të shoqërojë Vjosan Fest gjatë këtyre ditëve. Kemi aktivitete që mbushin gjithë ditën, janë 3 stenda aktive me muzikë, kemi te ura, te stadiumi dhe te sheshi Minatorët. Aktivitete sportive që janë rafting, hipizëm, paintball, cirku i Tiranës, panairet e ndryshme që do bëhen, i bëj thirrje që gjithë të vinë ta shijojnë Vjosën në fest edhe Memaliajn, një qytet plot ngjyra që do jetë këto 2 ditë. Me këngëtar. Vjosan Fest është një fest për komunitetin për të ruajtur trashëgiminë kulturore, të promovojë dhe të japë jetë ekonomisë lokale përmes artit, punës së dorës dhe shijes tradicionale.